Jemi rikthyer për të diskutuar deri në fund të programit me dy figurat Partisë Demokratike që janë në listat e hapura për mandatet e Tiranës. Sigurisht edhe Partia Demokratike do të ketë një listë me 12 emra në listë të mbyllur edhe pastaj 37 për Tiranën në listë të hapur. Unë kam zgjedhur dy përfaqësues nga lista e hapur, janë një grua dhe një burr. Është Ilda Zhulali nga Gratë që kandidon edhe garon në listën e hapur, është kandidate për deputete në qarkun e Tiranës në listën e Partisë Demokratike. Vjen si drejtuese e Departamentit Marrëdhënieve me jashtë në Partinë Demokratike, ndërkohë në eksperiencat e saj ka punuar si këshilltare për integrimin evropian e presidentit Republikës, në mos gaboj, dy president, dhe sigurisht përvoja të tjera të pasura në marrëdhënie ndërkombëtare, fusha e saj ekspertizës, përfshin çështjet e integrimit evropian, rajonin e Ballkanit Perëndimor, pak a shumë për një përmbledhje të profilit, po kemi mundësi ta sqarojmë edhe në vijim. Ndërkohë Akil Kraja është një nga burrat që në Partinë Demokratike në listë të hapur, është kandidat për qarkun e Tiranës, është ekspert i çështjeve të mirëqeverisjes, zhvillimit ekonomik, transformimit institucional, me një eksperiencë të pasur, më thot si vija që ka përgatitur stafi në pozicione drejtuese në sektorin publik edhe privat, si brenda ashtu dhe jashtë vendit, i angazhuar me Partinë Demokratike dhe kontribues i rregullt në mediat shqiptare, ndërkohë me angazhimet e tjera në teknologji dhe në angazhimet për një ekonomi të lirë. Këto janë pak a shumë qasjet e Akilit. Kemi shumë për të shtuar pa diskutim, po besoj në një profil të përgjithshëm, të përmbledhur, jemi në rregull. Shumë faleminderit që jeni me mua, edhe ju besoj vini nga puna në terren direkte në studio, ndërkohë që pak përpara kisha dy përfaqësues të Partisë Socialiste. Unë e nisa me pyetjen me Partinë Socialiste për objektivin që ata si kandidat kanë, edhe partia e tyre për Tiranën për 11 maj 2025. Keni ju një objektiv, njësoj si që ka paracaktuar tashmë Partia Socialiste dhe artikulon publikisht? Sigurisht, objektivi i parë i Partisë Demokratike është një përmbysje e madhe. Një përmbysje e madhe arrihet vetëm duke patur si objektiv një shumicë të qartë, dhe kjo shumicë do të vi duke bërë ndryshimin e madh në Tiranë. Partia Demokratike, nëse e merr në shifrat aktuale nga numri i deputetëve që ka patur në parlament, në formatin e koalicionit që ka aktualisht, ka patur 17 mandate. Ndërkohë, nga këto 15 në 2021 plus 2 të LSI-sa atërshme PL që sot e keni në koalicion. Por, po të shikoni, nga ky rezultat që doli në 2021, ne patëm mbetje në vota edhe nga PD-ja dhe nga LSI-ja. Që nuk prodhuan mandat. Që në qoftë se do ishin të bashkuara, mund të kishin prodhuar dhe një mandat tjetër plus. Ndërkohë, aleanca që ne kemi realizuar parazgjedhore është edhe më madhe dhe më e gjerë se kaq, duke synuar një maksimizim edhe matematikor të këtij rezultati. Kështu që ne futemi me një objektiv minimal 19 mandate në Tiranë dhe duke parë përtej kësaj. 19 plus, në me thënë me një dysheme 19 si pas llogarive që i referohen 2021-shit dhe rrethanës aktuale, dhe çfarë do t'jetë tepër, do t'ishte një objektiv optimal, besoj, për Partinë Demokratike. Dakord me të njëjtin objektiv? 50 plus 1. 50 plus 1 do të thotë fitore, 50 plus 1 do të thotë mundësia që Tirana të vendos si kryeqytet, kryefjalën, kryestilin, kryeagjendën për mbar vendin. Tirana në 11 maj vendos stafetën e një maratone ndryshimi për mbar vendin. Ky është objektivi jon, 50 plus 1, në përqindje fitore dhe vetëm fitore. Okej, në rrethana të ndryshme nga Partia Socialiste, po dua t'i sqaroj pak a shumë për t'i parë kampet, ku ndryshojnë për pjesën e organizimit të fushatës në teren. Në qoftë se Partia Socialiste ka një politikë kombëtare dhe një ndarje kombëtare dhe një ndarje organizative në teren nëse flasim për Tiranën. Si është organizuar Partia Demokratike për Tiranën? A keni ju zona influence për të organizuar partinë, ku do të kërkoni jo vetëm votat e partisë, po edhe votat personale? Zonja Zhulali? Si është organizuar puna në terren? Partia Demokratike është një parti elektorale që do të thotë është e shtrirë në të gjithë territorin e vendit, e mbulon me përfaqësim, me struktura, me organizim, kështu që këtu nuk ka asgjë të ndryshme në kuptimin organizativ me Partinë Socialiste, pra nuk është si partitë e tjera që janë më të vogla, që kanë mungesa edhe burimesh njerëzore, edhe formave të organizimit. Ndryshimi me këtë vit është që ndryshe nga 2023, ku Partia Demokratike u mor zbar nga Edi Rama dhe gjithë regjimi që ai ka ndërtuar me dhunë dhe me forcë,
ne arritëm të mbjetojmë gjithë ati sulmi brutal që u bën ndaj Partisë Demokratike dhe ne sot hymë në këtë garë më të organizuar sepse kemi siglën, kemi arritur që të rimarim siglën, simbolet, fondet që i përkasin Partisë Demokratike dhe çdo gjë tjetër pastaj që vjen si paket dhe na jep mundësinë që të organizohemi gjithmonë më mirë. Kështu që në këtë kuptim ne vazhdojmë të ngrejmë, jo të ngrejmë, po të forcojmë strukturat tona, të organizohemi qoftë në qelizat më të vogla që janë në përseksione, në për çdo lagje, deri tek. Keni një zonë në Tiranë? Në me thënë qoftë ju, qoftë Zoj Kraja? Keni një zonë ku punoni në Tiranë? I kemi të ndërthurura, disa nga figurat kryesore të Partisë Demokratike në Tiranë do të mbulojnë të paktën 2 zona, ndërkohë që drejtuesit e qarqeve dhe koordinatori Qarku Tiranë dhe drejtuesi Qarku Tiranë do të kenë një ndarje pak më sipërore, do të ndahen me nga 4 ose 5 zona. Unë mbuloj aktualisht degën 5 dhe degën 11 në Tiranë, Akili po ashtu ka degën 5 që ku jemi bashkë, ndajmë bashkë nga 2 zona. Nuk do t'jenë të gjithë në këtë format, po një pjesë e përzgjedhur do t'jetë në drejtimin e punëve në 2 degë të Tiranës. Kështu që ne kemi nisur punët, kemi filluar mbledhjet me strukturat, kemi filluar ecjen në territor, takimin e njerëzve, duke trokitur në çdo derë edhe duke mobilizuar të gjithë energjinë qytetare për të arritur rezultatet. Mesazh politik kombëtar, njësoj siç është ai i partisë që artikulohet edhe nga krerët e partisë, apo ka i mesazhe më lokale që ju i keni të përqendruara në Tiranë, nëse mund ta kuptojmë pak a shumë si ndahet fushata që po bëni, që besoj keni nisur? Ka një ndryshim madhor, ripërsëris madhor mes Partisë Demokratike në Tiranë dhe Partisë Socialiste në Tiranë. Kryetari i Bashkisë Partisë Socialiste është në Burg. 5 drejtorët e përfshirë në procesin e shitblerjes votës gjithashtu janë në një, ju e dini, në një hetim të turpshëm për sa i përket jo vetëm korrupsionit për UKT-n, por dhe mbi të gjitha mbi skandale që është incineratori që nuk ekziston. Dhe mbi këtë është një dyshim tjetër i fundit që është ne jemi bazuar në një strukturë tërësisht vullnetare, qytetare, por të mos thënë fjalën as pak të fryrë patriotike për një Shqipëri madhështore, ndërkohë që nga krau tjetër në Tiranë, me gjithë në kontraktorët, bashkia ka mbi 15.000 punonjës, me një buxhet që i kap her pas here dhe me çështjet e kredive mbi 500 milion euro. Pra, ndryshimi është madhor. Mesazhi juaj politik për territorin është ajo që duket si pika më e forte. Ajo që po them është atyre po që ju do ta përdorni politikisht. Kemi një bashki dhe një Tiranë, le ta quajmë në thundrën e korrupsionit tashmë të ditur botërisht, ku incineratori sigurisht Maja Asbergut, e cila mbulohet me asete publike që kërkojnë pra ta zbukurojnë këtë realitet të shëmtuar. Dhe nga krau tjetër, kemi një mori demokratësh, patriot, familjar, miqtan, të cilët janë tërësisht të shkëputur nga çdo interes shtetëror, pra të partisë shtet, dhe që kanë vetëm një ambicie, të frenojmë shpopullimin, të frenojmë korrupsionin, të frenojmë shpërbërjen e administratës publike, ju e dini shumë mirë, me paftësi, me rrjedhje dhënash elektronike, si ishte i Albania, me patronazhim, dhe mbi gjitha të frenojmë po edhe këtë varfrim shqiptarëve, të cilën më shumë se kushdo, çuditërisht, e shohim dhe në Tiranë, pasi Tirana si kryeqytet po shihet siç duhet jetë vendi i oportuniteteve për çdo, në fakt Tirana është vendi i kontrastave të jashtëzakonshme ku kemi kulla me apartamente 5.000-6.000 m2, dhe ndërkohë kemi familje të reja shqiptare, të cilat me zor mbyllin muajin. Në më thënë është shumë e fort narrativa lokale, kur flasim për Tiranën, mbas edhe më e dallueshme se qarqet e tjera. Është në një epiqendër e kontrasteve të thella mes këtyre, unë do të përdorja një term, oligarkëve të politikës dhe të korrupsionit e të krimit, dhe një popullate e cila thot kur po iki për të emigruar sepse nuk më del paga që nuk është indeksuar në këto 10 vite, kur po emigroj sepse shoh që ari është i ndotur, kur po iki sepse u shoh që po paguaj taksa për një incinerator që nuk ekziston. Pra, e ripërsëris për ta mbyllur, Partia Demokratike është sot për sot partia e pamundurave, sepse u rikthyem, sepse po e ndryshojmë vetveten, agjendën tonë, dhe unë jam i bindur që shpejt do të fitojmë për Shqipërinë. Alen, Agim, edhe Ervin. Që të gjesh problemet e Partia Socialiste pas 12 viteve pushtet është shumë e thjeshtë. Pra për këtë të bjem dakord. Është avantazh në pozitën e opozitës. Përmendëm disa për atyre. Pra dhe këtë nuk është se po themi asgjë të re, me kryebashkiakun në Burg, llogarit e hapura me SPAK-un, PSD-n e përmendëm pra të gjitha. Problemi është
tek ajo që mbindje kandidatët e Partisë Demokratike thonë që do të marrin shumicën e mandateve në Tiranë. Që të merret shumica, minimalisht, në gjykimin tim, duhet pikës pari të ketë një frymë, që po vjen ndryshimi. Unë atë frymë nuk e has, siç ka ndodhur, po themi, kur Partia Demokratike erdhi në pushtet në 2005 me kopin edhe qeverinë me duart pastra. Pra, nuk është ajo lloj fryme. Po edhe kur Edi Rama erdhi në pushtet, kishte një lloj fryme që e shikonin në Ramën si kryeministrin që do të merrte stafetën atë vit. Unë këtë e shoh pak vështirë. Berisha ka fituar betejat brenda llojit, pra brenda luftës me Bashën, me kombëtarët. Partia është kthyer në gjendje pune, mobilizuar, sigurisht që po, është alternativë dhe nuk diskutohet, por fryma për mendimin tim nuk është ajo që i sjell Partisë Demokratike atë shumicë qeverise që ata pretendojnë. E para e dyta, përmendën koalicionin më të madh. Koalicioni është i madh, po fatkeqësisht aty ka emre qesharak brenda. Ai është një koalicion... Peshat janë jashtë. Dhe partitë e vërteta, cilat edhe në sondazhin e barometrit që kemi bërë her pas here, ata që realisht janë pretendent për të futur në parlament, janë Partia e Bashkimit Lapajt me... Koalicioni... Le të themi, Shqipëria bëhet një smathurje grupimit i të rejave, pa. Pra, e dyta është Partia e Agronë-Shehajit. Pak që nuk arritni të artikuloni si emër partish, aq të vërteta janë edhe të partish. Janë individ. Shiko, dakor. Ndoshta është e gabimi im, duhet t'i kisha... Jo, nuk e keni ju gabimin. Më kupton logjikën. Nëse më kupton logjikën, atëherë do... Flet e vërteta. Mirë, atëherë, më thoni ju partinë e Jenisherit, si e ka, me që e keni në koalicion? Nuk besoj që e kanë, më, i thonë Jenisheri është tërhequr. Është kandidat. Nuk është kandidat dhe kam përshtypjen që është tërhequr me deklaratat. Po partia, pra, du të them që nuk është se janë më të rëndësishëm ata që kanë mbledh Partia Demokratike. I rrim thelbit, Dhe treta. Ta mbaroj Aleni komentin, pastaj kthemi një përgjigje të dy komenteve edhe të Baçit dhe të Ervinit që të shfrytëzojmë dhe kohën. Koalicioni 2 dhe treta... Fryma, koalicioni që peshat sipas teje janë jashtë dhe nuk janë brenda koalicionit. Një gjetje që mua më shqetësoi të radhë ishte që Berisha personalisht përkraj më së shumti nga mosha e tretë. Dhe Rama ishte lideri që përkraj nga gratë dhe nga të rinj. Nga gratë, kryesisht. Pikën më të lartë e kishte te gratë, Berisha, edhe Meta edhe përfaqësues të tjerë kishte te... Dhe kjo është gjë që duhet ndryshojmë me patjetër, sepse nëse kjo nuk ndryshon, atëherë gjasat janë që mos flasim më për atë ndryshimin e madh pastaj. Okej, Baçi. Një përgjigje Alenit për këtë. Okej, marrim me radhë, si doni. Se me qenë se nuk pata mundësi që të flas dhe për mesazhin më herët. Tek fryma. A është fryma pike dobët, apo është pike fort, dhe koalicioni në vetvete, a ka probleme me faktin që të tjera partitë të rëndësishme janë jashtë, përveç atyre që janë brenda, pak a shumë, nëse mund ta përmbledhim. Në Shqipëri jo vetëm ka frymë. Ka një frymë shumë të fortë, por ka ardhur në formën e një revolte. Ti ndjen në çdo takim, me çdo njeri, një revolt. Njerëzit janë të lodhur, janë të zemëruar, disa janë të neveritur, janë të revoltuar mbi atë çfarë po ndodh në Shqipëri. Nëse ka dy fjalë, tek të cilat të gjithë bien dakord dhe nga gjithë takimet që unë kam bërë, kam kuptuar dy gjëra. Njerëzit kanë përpara dhe kanë kuptuar që kanë një kast ose një klan të babzitur. Nuk është më çështje korrupsioni, është babzi. E tillë sa i ka neveritur çdo kënd. Nuk ka njeri që nuk e kupton më, nuk ka njeri që nuk e dallon më, por ajo që është më e rëndësishme, nuk ka njeri që e pranon më këtë gjë. Është e papranueshme. Kjo është fjala e parë, dhe fjala e dytë, mbi zotruese, është pasiguria. Njerëzit ndjen çdo ditë e më të pasigurt. Ndjen pasigurt që nga buka që han, nga pasiguria ushqimore, nuk din çfarë ham, sa helmohemi, nga ajri që thithim, nga mundësia për të përballuar shpenzimet e muajit, nga pasiguria që na vjen nëse do të kemi, do të smuremi krejt papritur, çfarë do të bëjmë? Nuk kanë mundësi që të përballojnë një shpenzim jashtë programit. Një sekond, pyetja është, a besojnë ata që koalicioni që përfaqëson Partinë Demokratike i zgjidh këto probleme? Unë po flas për ato çfarë kam takuar në rrugë dhe çfarë kam konstatuar në rrugë. Pasiguria për shtëpinë, për strehën, ku jeton. Ti
ti nuk e di se çfarë do të ndodh nesër. Kush u zgjidh këto probleme? Kë besojnë ata që u zgjidh këto probleme? Se ne në sondazhe me që mori Aleni, na del që konstatim, dakord, për të përgjithësia më e madhe thot askush nuk i zgjidh. Mbaroj fjalin. Po, patjetër. Unë po vi nga Lapraka. Në Laprak, për shembull, mu tha që një nga pasiguritë e mëdha që është në atë zonë, është sepse në zonën ku janë shinat e trenit, do të shemben shumë shtëpi, 30 metra majtas dhe djathtas. Janë shumë banesa, përfshihen shumë njerëz. Çfarë kemi parë në Tiranë? Që njerëzve u shkon fadromat tek shtëpia, u ashemb, nuk u jep njëri letër në dorë, nuk u jep njëri zgjidhje, hidhen mes katër rrugëve dhe trajtohen si lypsar, që duhet kërkojnë lëmosh o në bashki o në qeveri. Por të drejtën e tyre nuk e marrin kurrë. Po, do me thënë, juve çfarë ju thoni këtyre njerëzve? Nuk ka. Se rëndësishme çfarë ju thoni ju? Ju thoni që s'do u aprishim, apo ne do ju japim letrat edhe gjërat e tjera? Do dalim investimin që... Ta njerëz e kanë vuajtur mbi kurrizin e tyre dhunën e kësaj qeverie dhe janë të friksuar, janë të revoltuar dhe nuk e duan më këtë lloj dhe këtë model qeverisje. Sëmundjen e Kjo dim. është fryma. Do me thënë, ku është Ilaçi? Tani, do të kalëm të programi, kalëm të programi. Jo, nuk dua të di, do me thënë, te ky perceptimi që merrni. Ju më pyetët a ka frym dhe unë po ju them po, ka frym dhe ka një frym revolte. Njerëzit janë të paduruar për ta përmbysur këtë situatë. Është e papranueshme. Pyesni një të ri, sa i sigurt ndihet për të filluar jetën? Pyeteni. Nuk del dot nga shtëpia e prindërve. Nuk blen dot një shtëpi. Pyeteni një prind, sa i sigurt ndjen për fëmijën që shkon në shkollë. I kemi pyetur për sondazhe, kostoja e jetesës është problemi më i madh i qytetarëve sot, në gjithë Shqipërinë. Kostoja e jetesës është një fjalë e madhe. Unë po ju them gjëra që kanë ndodhur dhe kanë troditur kryeqytetin e vendit. Nuk kanë ndodhur në asnjë cep të humbur. Tek Fanoli u vra një fëmijë. Mendoni se si ndihet çdo prind, unë jam nën, ju jeni nën. Si ndihet çdo nën që çon fëmijën në shkollë pas asaj ngjarje dhe ndihet kaq i pasigurt sa nuk e di a do t'i kthehet fëmia gjallë në shtëpi apo jo. Si ndihet çdo nën dhe çdo prind fundit që çon fëmijën në shkollë për ta shkolluar, për të bërë një njerëz i aftë, një njerëz që mëson, që debaton, që konkuron me miqt, me shokët e klasës. Çfarë i themi ne fëmijëve sot në shkollë? I themi pusho. Kujdes, nështroju atit fortit, mos i fol, hapi rrugë. Çfarë i mësojmë ne fëmijëve tanë? Për çfarë i duhet ajo dia që merr në shkollë, fëmijës tanë? Sepse nesër, jo nesër, sot, ai duhet i nështrohet fortit, po nesër. Po gjithë ajo dije që ai do të marrë në shkollë, ku do ta zbatojë? Në cilën logjik ekonomike do ta zbatojë ai në Shqipëri? Në narkoshtet? Ku do ta çojë atë dije? Pse ne sot nuk kemi asnjë projekt, ne kemi kaq shqiptar të mrekullueshëm të rinj që kanë shkëlqyer në përballë. Pse nuk kemi sot ne një projekt të këtij triu shqiptar të zbatuar në Shqipëri? Jo, ne na vijnë gjithë arkitektët e huaj, ne na vijnë gjithë inxhinierët e huaj, ne na vjen çdo lloj njeriu që të na shesi projekte falso, si incineratori inekzistent i Tiranës, si janë jetë në Vlorë që janë vetëm kosto, para të shkuara dëm. Kush i paguan këto para? Okej. Dhe çfarë shpresë u jep ti këtyre njerëzve? Shumë e qartë. Do me thënë, ky është perceptimi që frym ka. Këto janë të vërtetat që ne i dëgjojmë çdo ditë dhe i takojmë në rrugë çdo ditë. Këto janë një peshë e rëndë në çdo familje. Do të flasim për pensionistët. Takova jo më larg se di një zonë. Nuk do mbaronim. Jo më larg se di, takova një zonë e cila u përlot, po ta them shumë sinqerisht. U përlot dhe më tha, dëgjoj, unë dihem tha kaq keq, me pas 40 viteve punë. Pas gjithë ati kontributi, tha se në fundit kam bërë një punë, tha që më ka vlejtur. Unë me atë pension që marë, nuk kaloj do të muajnë. Shumë dakord. Dhe jo vetëm që ndije keq për veten. Pa diskutim, pa dashur të të ndërpres. Se duhet të ndihet barë për fëmijën e vet. Pa diskutim, po ju nuk shkoni aty vetëm për t'i dëgjuar. Është realiteti, jo. Vim tek pjesë te niveli tjetër. Domethënë, kush ju zgjidh këto probleme? Ne nuk shkojmë vetëm për t'i dëgjuar. Ka frym që Partia Demokratike për të dhënë një zgjidhje. Ka besimin që do u zgjidh këto probleme. Për të dhënë një zgjidhje. Dhe unë jam shumë e kënaqur që në të gjitha këto takime, unë jam mirë pritur nga të gjithë njerëzit që kam takuar, i kam dëgjuar dhe ata më kanë dëgjuar mua për çfarë u propozojmë ne. Ne nuk u propozojmë projekte imagjinare. Ne nuk u propozojmë gjëra që janë të paralizueshme. Ne u propozojmë gjëra që janë lehtësisht të bëshme,
Dhe parat gjenden këtu, mundësit gjenden këtu, mjafton vullneti dhe të kesh një vizion dhe përkushtim për të bërë punë. Ka që duhet në Shqipëri. T'ju marrë një shembull, për të bërë rrugët e Shqipërisë, parat janë aty, por ka shkuar 20 milion euro kilometri rrugës, ndërkohë që për rrugën e kombit, që ka një vështirësi shumë të madhe dhe nga ana inxhinierike, ka qenë maksimumi 11.8 milion euro. Në mes të Tiranës ka shkuar më shumë se 20 milion euro kilometri i rrugës. Kjo është diferenca e madhe. Po flasim për integrimin në Bashkimin Evropian, çfarë doni të flasim? Del kryeministri nxjerr pasaportën shqiptare dhe atë pasaportën biometrike. Duat të flasim për zgjidhjet, më se sa për problemet. Partia Demokratike. Ne duam të dim kush i zgjidh. Por thot, do ta bëj unë europiane. Në fakt, ajo është një pasaportë e Ballkanit hapur, por ky meqense e ka qef fasadën, i vë një letër ngjitse dhe mendojnë se njerëzit vërtet do ta blejnë atë si mesazh që ky do të bëj pasaportën europiane. Ai ka dhënë shqiptarëve një pasaportën e shpopullimit. Dhe ne këtë projekt do ta hedhim poshtë dhe do të ndërtojmë një projekt tjetër. Një projekt që në radhë parë dhe mbi gjitha e kthen Shqipërinë në një vend plot jetë. Okej. Kjo është pyetje, komente, domethënë që të kemi mundësi ta adresojmë vetëm ndaj pakon, midis zonjës Zhulali dhe zotit Kraja. Unë e thash edhe që parë që një përgjigje mund ta ezauroj njëri mund ta ezauroj tjetri. PS-s që vetëm Ruelli mund ta shpjegojë idenë që se si mund shtohen votat e PS-s pas këtyre skandaleve. Arsyet, më thënë që të revoltohen njerëzit me qeverinë janë pafund, por argumentet që thotë zonja Zhulali, domethënë mua më tremb më shumë, sepse varfëria nuk jep garanci që njerëzit të reagojnë. Cili është shembulli që kanë, domethënë, në këto kohë të fundit, me këto skandale që ka pasur qeveria, me këto skandale që kemi me Bashkinë e Tiranës, me 5D-n, me incineratorën, me kryetarinë e Bashkisë së Tiranës. Nëse flasim për Tiranën, duhet të dilte 37-0. Jo, do të ishin ngritur pafundësisht qytetarë. Jo, okej, me këtë logjikë. Shiko, në shesh ne kemi parë për shkak protesta. Ne kemi vendin qinj me protesta, domethënë çdo të ngrihen njerëzit dhe të kërkojnë me ngulm që ata që vjedhin, ata që bëjnë korrupsion të ndëshkohen. Kto nuk ndodh. Dhe kur me sa kuptova atë që po thoshte Aleni që mungesa kësaj fryme, domethënë se unë vetë nuk e kuptoj se si njerëzit kanë kaq padrejtësi dhe nuk. Po mirë, si e shpjegon ti? Domethënë që njerëzit i kanë këto probleme që thotë zonja Zhulali, që thotë zoti Kraja. Do të thotë se kanë dhe më shumë. Ç'a besimesh kanë ata kush u zgjidh këto probleme? Do të them 1 milion. A besojnë ata që dikush u zgjidh këto probleme sot? Ndoshta edhe Akili dhe zonja Zhulali nuk i numërojnë dot gjithë ato që ne kemi numëruar si media gjatë gjithë këtyre viteve. Nuk mbarojnë ato. Me arrogancën e kësaj madhe thash që është paradoks thuash që më janë shtu votat në Tiranë kur ke këto problematika. Çështja është që pyetja që kanë bërë gjithmonë, si ka mundësi që njerëzit me këtë lloj mospëlqimi, me këtë lloj domethënë zemrimi me qeverinë, nuk shkojnë gjithë tek opozitë. Dhe pse opozita nuk arrin dot t'i bënte bashkë? Domethënë qoftë edhe këto kur ke këto emra qesharak, nuk mund të kesh emra të tjerë jashtë. Dhe këtu edhe zoti Berisha paktën përballë ka pranuar që qëllimi i tij për të bërë gjithë opozitën bashkë nuk u arrit, nuk ishte mundur. Tani problemi është që ku e garantojnë ta, sepse varfëria nuk t'jep garanci që njerëzit do kërkojnë ndryshim. Do t'ja kërkoj përgjigje zotit Kraj që kemi mundësi t'i kombinojmë. Njerëzit e friksuar nuk garantojnë ndryshimin. Cili është çelësi, garancia? Në terren unë e kam parë që njerëzit domethënë janë njerëz e friksuar, shkojnë dhe votojnë prapë ato që i ka dhënuar. Ta menaxhojmë pak kohën. E sklavit me sklavëpronarin fatkeqësisht. Ku e garantojnë to që do ta bindin një atë të varfrin që të bëjë Akil, në mënyrë të përmbledhur brenda gjithë mundësive, cila është garancia që gjithë kjo frymë do kanalizohet tek ju? Dhe këta njerëz besojnë që ju jeni zgjidhja. Shiko, ju përmendet bion e zonjës Zhulali në krye, përmendet diçka edhe nga imja. Por mbi të gjitha është vërtetësia. Kur flasim për biografinë e njerëzve, shpeshherë merremi për titujt. Unë kam 3 mastera, kam mbaruar Bocconi, shkollën e presidentëve të Francës, Enën, i pari shqiptar. Po ja thej atyre në elektorat nuk do të dëgjojnë fare. Mirë, s'të ndërpreva. Jo, po them që nuk do të dëgjojnë tak. Edhe një, ta bëjmë dialog. Jo, të vim edhe tek logjika, jo, patjetër. Sa po fillova një fjali thash. Të lutem. Pra, kam 3, po themi, mastera për profesionalizmin. Por vërtetësia nuk është vetëm tek etiketat, është tek rrugtimi. Në 12 vite opozit, kur askush nuk e përmende emrin Ardi Gjoklet, kur askush nuk e përmende Ndragetën, kur askush se përmende edhe Sajmir Tahirin, po dhe incineratorën e tjerë, ne kemi qenë këtu, të vërtet, në dobësin ton, në opozit, në pakic, por të vërtet.
por dhe kur filloi ky rrugtimi i themelimit, sa herë jemi takuar në këtë panel, përsëri kemi qenë të vërtet konsistent ndaj vetvetes. Ndaj receta më e mirë për të gatuar një formulë ndryshe për Shqipërinë qëndron tek integriteti ynë politik, integriteti njerëzor, integriteti profesional, integriteti vizionar. Ne vi me një paket, me një program, i cili synon që çdo shqiptar, po flasim për varfërinë, të ketë minimalisht minimum jetik 200 euro, si në fshat, si në qytet, asnjë pension nën 200 euro. Rroga mesatare shkon 1200, pa rritur taksat me taksën e shesh 10%, kjo është më se mundur, sepse ne jemi profesionistë. Unë jam kthyer në Shqipëri në 2012, kam patur shansin të punoj dhe në Komisionin Evropian dhe në Këshillin e Evropës. Para një viti, jo më larg se para një viti, pata një ofertë për të punuar në Bruksel, e refuzova, drejtor madje, dhe ja ku jemi me integritetin ton, me të vërtetat tona, me rrugtimin ton opozitar. Thua që njerëzit e lexojnë këtë misionin që ju keni përsipër. Unë dua të them këtë që sot për sot në Shqipëri ekziston një frymë e nëndheshme, e cila është besim plot që ndryshimi mund të ndodhë, sepse ne në këto 12 vite dhe kur kishim gjithë kundër, na kanë cilësuar anti-amerikan, anti-europian, dhe pse unë kam jetuar në Amerikë, kam punuar një vit të tërë për të drejtën e votës në SBA, unë personalisht, nga ku dhe pse flisja aq lirshëm, shiko se PD-ja është euroatlantike, perëndimore, europiane, ndaj eri përsëris, kemi besim të plot që Shqipëria, qytetaria, rinia, profesionistët, të ndershmit, ata që kërkojnë meritokraci, që kanë ëndrrën në një familje me shumë fëmijë, me gjyshit prezent që të kurojnë këtu e mos ende në rrugëve të Europës, po, kjo shumicë e heshtur qytetare, e trembur nga një shtet kriminal, kanabist, policor, 15.000 punonjës Bashkia e Tiranë, e pra kjo shumicë e heshtur qytetare, unë besoj që ku sheh Ildën, ku sheh miqtë e mi, Grigelcin, tjetrin, gjithë Tiranën, doktor Ali Mehmetin, një listë e jashtëzakonshme qytetare, Tirana se, po, do thonë, hej, a dua prapë një Samir Tahirin krye? A dua prap një kriminal me 5 emra në krye? A dua një Edi Rama që korrupton me Gonigalin? Apo dua thjesht njerëz normal, familjar, që jetojnë në këtë qytet? Jo, përgjithë do të hapi qytetarët, se takon ty Bërnëse Leon, i takon votuesve të përjashtuar nga çdo influencë analiste, sepse për 12 vite nuk kemi lënë epitet pa marrë në këto shpatulla. Besoj që 11 maj është momenti që t'i themi që po, në Shqipëri mund të ketë një politikë të vërtetë. Kjo ishte kryefjala ime e parë. E vërteta do të thotë, qytetari i jep votën Ildës, i jep votën Akilit, të zgjedh për këtë mision. Të tjerat janë interpretime. Lejoni, nxisni, promovoni, kjo është kërkesa miqësore, një dialog drejt për drejt mes përfaqësuesve dhe të përfaqësuarve, mes qytetarëve dhe të zgjedhurve. Në Shqipëri në 30 vite jemi ngopur me këtë modelin e politikanit të fortë, me një band nga mbrapa, me një oligark nga mbrapa, me një media nga mbrapa, apo me një korruptuar nga mbrapa. Ka ardhur koha për një politikë qytetare. Okej, Vini, pyetja. Nëse mundem për të vijuar linjën e kolegëve, vetëm 92-shin fryma kanë poshtë numrat. Sot që flasja numrat që fitojnë përballë frymës. Partia Socialiste është më organizuar në struktura, në deg, me gjithë lloj. Nga ku e konstatoni me shifra? Nëse një shifër, ju jeni një si-5 profesor. 120 takime në diasporë. A i dini sa takime ka bërë në diasporë Partia Socialiste? A mund flasun? Po jo thjesht shifra, që po flasim për shifra. Me gjithë respektin. Jeni të dy në 105, unë ban në 105. Prej gjithë jetës time. E kam shumë vështirë të gjej një zyrë elektorale të Partisë Demokratike 105. Ndërsa Partia Socialiste i shoh të mbira si kërpudha. Sa është zyra me qera në degën 5? Nuk e di sa është, po i shoh të mbira si kërpudha. Për ta vijuar, nëse mundem për ta vijuar. Do të thënë, Akili thotë kjo është pika jone fort. Po sigurisht është dëshmëria, është e vërteta. Kaq e thjeshtë. Do thoya që Partia Socialiste është më organizuar pasi e shoh më shumë prezente në lagje. Për gjobën, ja pagun ti. Për ta vijuar, se përmendët qytetarët na votojnë neve në mënyrë që se ndryshim. Nuk keni me vërtet mundësi ekonomike për ta hapur zyrat e 105. Po them thjesht që në 105 ai sa PSA nuk mundi përbollon ato, sepse PSA ka mundësi. Ja, çdo vallazh ida. Nuk po themi këtë, absolutisht jo. Po për ta sqaruar se kaloi dhe u kuptua sikur nuk ka mundësi. Jo, nuk tham këtë tash. Po ta mbaroj edhe po ja. Nëse mund vijojnë. Përmendëm pak më parë që duhet na votojnë neve qytetarët duke përmendur emrat tuaj. Kush prevalon këtë rast? Partia Demokratike apo kandidimi juaj si deputet? Pasi jeni të dy në listë në hapur dhe përqen edhe në disi në linjën e
temës e emisionit. Është më rëndësishme vota për Partinë Demokratike apo vota për zënë Gjulali apo zotin Kraja? Gara midis votës për partinë dhe votës personale që patjetër është e rëndësishme edhe tek Partia Demokratike. Dhe për ta vjuar më shumë, kush e jep kë ofroni si zgjidhjen e hallëve qytetarëve, kandidimin tuaj apo programin e Partisë Demokratike? Programin e partisë. Ilda, të lutem, një përgjigje për të dyja pyetjet e Ervinit që të marrë dhe një përgjigje nga Akili për të njëjtën pyetje dhe të kemi mundësi të shfrytëzojmë minutat në maksimum. Ne jemi kandidat të Partisë Demokratike, nuk kandidojmë si të pavarur. Ne jemi nën siglën e Partisë Demokratike, ne kemi programin e Partisë Demokratike, ne besojmë tek e forcë, besojmë tek vlerat e kësaj partie dhe secili prej nesh sjell një vlerë të shtuar dhe i flet një fashe elektoratit të caktuar. Ju e dini që elektorati nuk është i gjithë njësoj. Ka njerëz të ndryshëm, kanë preferenca të ndryshme, disave u pëlqen një retorik më ashpër, një qëndrestar më i madh. Dikujt i pëlqen një retorik më e butë, dikujt i pëlqen një profesionist në një fushë të caktuar. Pra, përqyeshmëria është e ndryshme, elektorati është i shumëllojshëm, e rëndësishme është që Partia Demokratike vjen me një ekip që i përgjigjet 180 gradë këtij elektorati në përfaqësim. Kjo është shumë e rëndësishme për të theksuar, në përfaqësim. E para, e dyta, Partia Demokratike sigurisht që ka zyra në Degën 5, po doni, unë do t'ju ftoj një ditë bashkë me Akilin, edhe të shkojmë t'i vizitojmë bashkë, bëuni ju dëshmitari parë, ose vizitori parë i këtyre zyrave. Synimi ynë është puna në terren. Njeriu në zyrë mund të mbaj disa të dhëna, mund t'i përpunoj ato, ne synojmë terrenin, ne do të takojmë çdo njeri. Kur i takoni, do me thënë, frymën politike të partisë, edhe pjesën personale si ndahet. Vota personale që ju kërkoni dhe vota për partinë. Që të pyesë Akilin për njëjtën logjik. Kur takoni një familjarin tim nesër pas nesër në rrugë, do thoni votoni Partinë Demokratike apo votoni Ilda Zhulalin apo Akilin që përfaqësues? Ne prezantohemi, unë prezentohem, unë jam Ilda Zhulali, kandidate e Partisë Demokratike që garoj në listën e hapur për zgjedhjet e 11 majit. Siç e thash dhe në fillim, nuk ka një ndarje. Unë nuk them që nuk jam e Partisë Demokratike dhe më votoni vetëm mua, sepse një vot për mua sigurisht është vot për Partinë Demokratike. Kështu që nuk ka aty asnjë moment për të dyzuar. Doja të përmendja vetëm 3 gjëra të vogla. Për punën e protestave. Jo, më falë, e përmendja Aleni për çështjen e moshës së tretë. A e dini ju se si janë raportet e popullsisë sot në Shqipëri, sipas Instatit? Pjesa më e madhe e njerëzve janë i përkasin kësaj moshe, moshës së tretë. Sepse raportet në Shqipëri, fatkesisht, ti themi disa gjëra se duhet të dëgjojnë dhe njerëzit. Po kemi kohë për programet, unë besoj programet akoma nuk janë shpalosur. Program që fotografojnë, ku jemi dhe ku do vemi. Se Berisha pëlqet më së shumti nga mosha e tretë, dhe unë po i them sipas raportit të Instat, raportet mes të moshuarve dhe të rinjve në Shqipëri. Kjo është pikë e fortë, jo, po Zhulali thotë kjo është pikë e fortë e Berishës, patjetër. Raportet janë përmbysur dhe në Shqipëri sot ka më shumë të moshuar se sa të rinj, e para kjo. Po kjo lidhet edhe me pjesën e protestave. Fakti që ti ke sot më shumë të moshuar se sa të rinj dhe pjesëmarrja në protesta nuk do të ketë atë lloj gjallërie siç ka Beogradi. Dhe sigurisht Shqipëria nuk ka më dhe ato numra. Në Beograd ke një popullsi shumë herë më të madhe, por rezistenca që është treguar nga demokratët shqiptarë dhe nga qytetarët shqiptarë është e pashembullt. Shikoni se çfarë ndodh në Serbi. Në Serbi, meqense e marrëm si shembull, në Serbi vërtet kanë dalë, mos shkojmë në Serbi, kam 10 minutat e fundit të paktën marr nga një përgjigje për vërtet kanë dalë protesta, por nuk kanë alternativë. Edhe sikur Vučić tiki nesër, nuk ka nga kur zëvendësohet. Ndërsa këtu Partia Demokratike qëndroi, është në kënd dhe është alternativë për qeverisjen e në 2025 nuk ka më përgjigje për dikoj që thotë s'kam alternativë. Fjalia e fundit që dua të them, lidhet me qytetarët. Unë kam një keqardhje shumë të madhe që edhe mediatikisht në padashe bëjmë një gabim dhe i fyem njerëzit e këtij vendi. Njerëzit e këtij vendi nuk mund t'i trajtojmë më si plaçk. Nëse Edi Rama i trajton si plaçk, si sende, si njerëz që, sende, jo njerëz, po sende që shiten dhe blien në tregun e hapur. Ne nuk i trajtojmë si të tillë. Unë refuzoj që të trajtoj qoftë edhe një njeri si një send apo një objekt
që shqitet në tregun e gjës së Si gjatë. vot, thua. Për mua, çdo qytetar është i rëndësishëm, çdo shqetësim i tij vlen dhe unë do përpiqem ta përfaqësoj këtë shqetësim. Okej. Kjo është mënyra se si e konceptojmë politikën. Nëse Edi Rama vazhdon me këtë qasje, ai do të përballet me Okej. qytetarët. Akili. Por unë nuk besoj që shqiptarët meritojnë të trajtohen as si plaçk dhe as si objekte Si për ndahet shitur dhe vota merë. për partinë dhe vota personale? Dhe si do jetë kjo gara brenda? Nëse ju thoni që 17 plus është objektivi i Partisë Demokratike për Tiranën, 19 plus, si? 19 plus Tamilda, po. 19 plus tam apo 17 plus? 19 19 plus. Atëherë, përqind që është 19. jeni pak a shumë tek ai nivel që është edhe Partia Socialiste për ndarjen midis mandateve që do të marrin gratë dhe mandateve që do të marrin burrat. Diku tek, po, si pretendim, dhe që do të thotë është një garë ngushtë. Më thuaj si e percepton këtë garën, që do të kenë gratë për ato mandate që ngelen për te listës hapur dhe si do kërkoni ju votën personale? Unë di them vetëm këtë që kam bindje e ripërsërisë dhe më duhet ta ripërsëris që ta kuptojnë mirë njerëzit. Tirana, ashtu si para 33 vitesh, do të lartësohet në titullin e krye qytetit. Që do të thotë, votuesit e 11 majit në Tiranë vendosin agjendë për mbar vendin. Dhe kjo do të pasqyrohet në veçanti në votat që kandidat si ne, profesionist, qytetar, e ripërsëris pas një patetizëm patriot do të marrin. Tirana ka realisht në dorë fatet e vendit. Janë 37 mandate në lojë, është pjesa dërmuese, është pjesa që vendos shumicën e parlamentit, është pjesa që vendos agjendat qeverisëse të nesërme. Ndaj, me bindjet plot, Tirana, por dhe diaspora, biseduam pak më parë për diasporën, janë 120 takime që Partia Demokratike ka organizuar në diasporë, janë me 10 mijëra demokratë të cilët janë angazhuar në ato takime, më besoni, fryma është aty, fryma është e zëshme, fryma është shqisore, fryma është shkundse për këtë qeverisje e cila e ka shpëpuar vendin. Të mos bëhemi të verbër, të mos bëhemi dhe ne pjesë e simfonisë antikombëtare të rigindjes, por ta themi haptazi që 1 milion shqiptarë që janë larguar në këto 10 vite janë miq tanë, kolegë tuaj, janë bashk patriot. Tirana vendos agjendën për mbar vendin. Ka besim. Pa diskutim. Jemi në fund. Betejë është më e fortë. Jemi në fund, do t'i lëm dhe po të kemi parasysh kohën e dur sportit. Është zoti Meta që kërkon një vend që do ta ngushtojë hapësirën, sepse në një pamje bëri shumë mirë për të treguar peshën e Partisë Lirisë dhe bëri mirë që doli, por ngushton hapësirën. Është shpëtimi Drizi. Pastaj janë emra, kemi Zhulalin këtu, domethënë Joreta Tabaku. Nga lista e hapur 2 gra 5 burra do dalin nga Partia Demokratike gjithmonë me objektivin e 19-vjeçës. Janë emra, domethënë goxha dhe betejë do jetë shumë e fortë. Do ketë garë, absolutisht, edhe brenda llojit. Do ketë brenda llojit, por do ketë edhe brenda partive opozitare, se nuk di nëse domethënë duhet synojnë të gjithë marrin nga qytetarët gri, nga qytetarët e zemëruar me qeverinë, pra jo thjesht me njëri tjetrin. Në këtë lloj pike mendoj që betejë është shumë e fortë, shumë e fortë për listën e hapur të opozitës. Sa vota ju duan për ta mbyllur, për të dalë deputet qoftë Ilda qoftë Akili? Keni bërë llogaritë të tilla? Jo, nuk kam bërë llogaritë të tilla, unë llogaritë i kam bërë me çfarë u premtojmë ne qytetarëve, meqense unë i fola shumë stresave sot fal mundësisë që më dat, dua të them cilat janë 2 projekte Think Big të Partisë Demokratike. Për ta mbyllur. Shqipëria do t'jetë me Partinë Demokratike në qeveri, do t'jetë bazë europiane e teknologjisë, me data qendrat, me kriptot dhe njësër teknologjisë të tjera, dhe jo bazë operacionale e krimit organizuar si që ka qënë këto 12 vite. Projekti tjetër Think Big për Shqipërinë do t'jetë Shqipëria një fuqi për energjinë në rajon. Ne kemi gjitha mundësit me hecet, me ajrin, me erën, dhe me diellin që ta shfrytëzojmë të gjithë të potencial dhe bashkë me tapin që e kemi të pranishëm këtu, me gazin, gasjellësin që vjen pa gazin rus në Shqipëri, në rajon dhe në Europë, kemi mundësi që ta përdorim në favor të
qytetarëve shqiptarë. Edhe të ekonomisë po. Dhe për të kthyer në një fuqi rajonale, sepse bashkë tapin ne mund ta përdorim siç e bëm marrëveshjen që nuk e zbatoi kur qeveria e Edi Ramës, ta zgjerojmë në Jon me projektin Adriatico Jonian, Japin. Kështu që këto janë dy projekte Think Big për Shqipërinë, që ju e keni si ofertë politike, po. Të cilat e vendosin Shqipërinë në një tjetër hartë dhe krijojnë të gjitha mundësit për të bërë atë që ne i quajmë Shqipëria madhështore. Qartë. Akil, vota? Sa duan? Si ndër të paktit ekonomistë... Jemi në fund. Si ndër të paktit ekonomistë tek lista e Partisë Demokratike, madje edhe me një eksperiencë në sektorin financiar, mund ta kisha të lehtë për të folur për shifra, por në fakt unë do doja që këtë radhë realisht të mos i konsiderojmë votuesit shqiptar thjesht si shifra. Do me thënë, jo se s'dim sa na duen, jo se nuk e kuptojmë dhe jo se nuk i duam. Që do të thotë për shembull një nga angazhimet... është zgjedhje të mos flasësh për numra. Një nga angazhimet e mia si kandidat është që më thonë, është hera parë që kandidoj për deputet, tash analistat mund ma konfirmojnë, që në këto 33 vite, deputetët e Tiranës nuk kanë pas kur zyra në teren. Unë kam jetuar në 10 qytete, kam jetuar në Milano, në New York, kam jetuar në Paris, gjithmonë kam parë të quhet permanenca deputetit, një zyrë lokale ku votuesit... I kanë të ndarë me njësi, të deleguar në për njësi, kë ka qenë organizimi... Zyra partia... Kë ka qenë organizimi, ka pas Partia Socialiste me deputetët. Unë po pyes terren... Ja, kuptoj. Nuk e di pse më... Thjesht po them në terren, po më thojnë që zyrat e deputetit në Shqipëri ka qenë diçka jo institucionale, jo funksionale të tjera. Kur ta thonë duhet dhe ta verifikosh. Po them çfarë më thonë njerëzit. Pra, Jonida, pa të ndërprerë. Ajo që po them, këtë radhë po punojmë për njerëzit, po punojmë për frymën, po punojmë për një ndryshim e cila forcon qytetarinë, një stil tjetër të shërbyrit, një stil tjetër të dialoguarit me votuesit e qytetarët. Nëse flasim vetëm për numra, është tjetër regjistër. Regjistri i numrave është regjistri atij tërmetit, e mbani mend, ato regjimet e Bildit që shkonte blije i vota, që ose flasin për numra, flasin për përgjimet e Elbasanit ku kriminal vendosnin listën, flasin për Durrësin ku vrasës vendosnin listën. Ne po flasim për njerëz, për një model ndryshe, shërbimi, përfaqësimi. Na lejoni në këtë garë dhe ju vetë si media, na lejoni na jepni hapësirën të flasim për atë që ne jemi ndryshe, jo për atë që është bërë këto vite. Pa diskutim. Shumë faleminderit Akil, shumë faleminderit Ilda. Në fakt ne u dham gjithë hapësirën që kishim në mesazh për vijimin, sepse shpeshherë në media pa diskutim. Kthehemi tek inercia e kronikës zezë. Nuk ishte një kundërpërgjigje. Ishte për të sqaruar ata që na ndjekin që nëse edhe këto javë që kanë ngelur përpara se të fillojë fushata, do ketë hapësirë për të dëgjuar mesazhet. Nga javët në vazhdim pastaj, po besoj Aleni do ta vazhdoj me Naun edhe sigurisht edhe Gimin në panelet e tjera, edhe Ervini, betejë do bëhet më e nxehtë dhe më shumë se sa ne përballë do të keni kundërshtarët tuaj për ta bërë realisht garën në sytë e publikut në panele televizive ashtu siç duhet të jetë deri në 11 maj. Për sot ju falenderoj shumë dhe mbi të gjitha kolegët e mi që ishin për të më shoqëruar. Shumë ndje sportit, është Sport Max me njëherë pas meje dhe ne do të takohemi javës tjetër përsëri bashkë. Natë e mirë.